Çmos mundet, kejt mundën. Pse kejt mundën? Pse ka kejt mundësi? Ka kejt mundësi dashuri xhamati jem, se ana shpirtërore, ajo që janë shpirt e njerëzit mrena, gjë që ka met për gjithmonë e paditur sekreti i Allahut në tokë për neve se çka është, ama na dim diçka për anët shpirtërore. Na dim për shpirtin bash asgjë. Po i thojmë terkib. I thojmë prej çka është ai i formum, çka ka në ta këtë e dim. Shpirtin si qenje na ka mbulu Zoti se dim. Po prej çkajit ka në ta mrena substanca, po thamune me kushtash kushtimisht, prej të cilëve ai përbët që jetojnë në ta mrena i dim ato, kanë thonë. Një nga cilësit e shpirtit njeriu që është mrenda, është cilësi, thojmë na, sifa behimije. Ona e kafshëve është mrena. Me hangër. A ki pa njerëzit janë? Me hangër. Sa ma shumë. Edhe disa qera gjana që i bojnë kafshët. Me hangër sa ma shumë. Tonën e të hujën të do. Këtë me hangër sa ma shumë. Do në shpi mrena, s'pranojnë me hangër qka mos. Te vetja ati në shpi mrena. Ja mirë ja s'ka, ta që ditë shpijen. Kahar i bana i gratë, pse u rizi, pa ka nuk kuq ban të epër. Zdojmë, asë shumë barë, asë shumë kuq, mund mi disë mund alat. Ta shtisë mund i bukës një kaqorin me një vend, ka i, ka kuqja, gruja, ka dalë në bërë, thullin me këshirë, në kësham bela. A përshak keton kuq, keton, kjo s'ka pas vetë, keton mu kuq. Si keton ka pas vetë me metë. Se veç gruja pak i kishë bo gabim, ki gjithmonë, kejt drejt e ka që. O ti, po ti në tana honë kuq e ki bo. Ti bile e ki nëzi, anë e monë e ki nëzi. Po ti s'po lejon me të thonë. Nuk po lejon me të thonë se ti e ki nëzi, anë e monë. Mrena, në anën shpirtënore të njeriut, cilësi kafshë. Këtë cilësi kafshë tegrave. Cilësi, në anën shpirtënore njeriut e ka mrenda. Cilësi të kafshëve tegra në malë. Me këta në qka banë pra? Me këta në bytë njeri. Këta në qapë, kafshë e egrë. Shka të gjoja gjej këta në qapë. Mitë njeri me këta. E ka mrena. Me jarën ka me banë. Ja për shemë, la për shemë. Kur gjohës ka? Një njerit me një vend, o kjo onë, ja ka mbulu kejt onën shpirtënore, qerat nuk funksionojnë. Veç kjo funksionon. E ta është i pra, ajo që ka banë ajona e hajvanit egrë, kur t'hije me një njëra mrena, edhe ta blokoja onën shpirtënore të ati, a i mos din që tërsen, veç kjo maqini funksionon, mit njerë. Mit njerë, se nuk ka pas fat aj. Nuk ka pas fat aj onën qëtër me shtinë punë, atë që do të vjen ma vonë. Ona e shejtanit, ona e dreqit amrena. Me këta shka ban, me këtë. Tradhton edhe ban intriga. E ka onën e shejtanit zhvillu me shumë. Me këta tradhton edhe ban intriga, edhe ka sifat rëbubije, sifat zoti, edhe sifat zoti ka në njerin. Kur ta përdore keq me këta shka ban, bëhet me ndje madhë. Allahu Gjelle Gjelalu e i madhnushëm. Shkon e madhnohet, e përdor për prap. Këto elemente, këto komponente janë në njeriun mrena, në onën shpirtënore të ati. Nëse njeriu nuk arrin në përmet xhamis, edhe këto vetëm në përmet xhamis drejtohen, këto vetëm në përmet xhamis edhe dersit xhamis, dhe këto shërohen vetëm këtë ambulon këtu mrena, për ndryshe të neuropsihiatri, këtë, të sociologu, këtë, për këta bota e hupi kuptimin e vetë. Se në përëndim, kejt njerëzit që kanë kësi probleme, e kanë librezën edhe bonat, shkojnë të neurologi, të neuropsihiatri, e kam unë neuropsihiatrin tem, që kam kontrolon. E shka me të kontroluaj me ma spjegu mu diagnozen, pse unë jam keq me gruën. Me shku me pit mjekun, pse unë jam keq me gruën. Më ka fol gruja shumë, edhe majs mrami ajo më qiti uj prej nalt, unë shkoj të neuropsihiatri me morë kshila që shme shëru këtë problem familjar. Ndë gjotash. Kjo botë për këtë shkak i ka humë kejtë kuptimet e veta. E mirë pra, që ata që onën shpirtënore ja ka bloku, ona që qështja e dit, qështja hajvanëve tegër, mentaliteti hajvanëve tegër. Ajde pra tash, apo ma gjonë një neuropsihiatër, unë pe e paguj tash noshe.
Vesh me mit njerëz. Këtë jetën me mit njerëz apo. Gjemati neuropsikiatrun për paguaj tash noshe këtë smut. Këtë pacient. Urdhno tash pra. E pave neuropsikiatri kusha? E pave ai sa i ka mundësitë e vogla, sa i ka ai durët e mbylluna, e pave ai sa ka, e ke pa ai sa ka barnatorën raftat fat pa ilaçe? S'ka pra. E ku shërohen këto? Këto shërohen para këtij skajit të xhamisë, skajit të shenjt, i cili thot kështu, edhe shkurt edhe qartë. Ja ejuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O besimtar, në momentet e vështira, edhe në momentet e kënaqësive të juaja, thuni la ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah. Përmend në Allahun xhalla xhelaluhu, edhe thot ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Thot me përmendjen e Allahut juve ju qetësohen zemra. Je i shqetësu mirë. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Thuti astaghfirullah, thu subhanallah. Ajo që është smundja, krerizëm, postagjillëka, shka ka emnin, ajo pikë poshtë më njarë, se ti je bo robi Allahut, mos të intereson. Smundjet e mrenshme, ato që të prekin thellë mrena shqetësojnë, ato këthejnë çdo gjë në vendin e vetë, me të përmendet e Allahut xhalla xhelaluhu xhalla shanu. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Thuj la ilaha illallah, thuj subhanallah, thuj astaghfirullah, thuj Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kthehesh në vendin e vet. Për ndryshe, nëse ti ja lën kejt leksiliumit, nëse ti këto ja lën kejt Demetrinit, nëse këto ja lën ti kejt Tranexit, nëse ti ja lën këta kejt ullkusi, ullkus, ullkupus. Unë kupus keme pas në zorën 12, edhe në 13, edhe në 14, edhe në 15, tëri në 28, kejt me ullkusa dhe pusa mushën kejt, për shkak se nuk ke dit me umajt në vegzën ku duhet, të ka dalë vegza krijesore prej dorës, je majt në ate që është falsifikat. I dashur e gjemati jem. Allahu xhalla xhelaluhu pikë spari namazin e gjumos kabull inshallah. E lusim Allahun për pranimin ton të madhmija ati. Ne lusim Allahun xhalla xhelalu që kohat që po vinë t'i bjen të mira në interesin ton, në të mirën ton inshallah. Ditët e ardhshme inshallah janë ditë shpallje. Ditët që po vinë inshallah janë dita të rezultateve të veprimit të njerëzve të shëndosh edhe njerëzve të mirë. Inshallah veprimi jonë kalon në faqen e sukseseve tona inshallah.